Policia kufitare e Vlorës zbar ngjarjen e ndodhur një ditë më parë në ishullin e Sazanit ku rrezikuan të mbyteshin 11 emigrant nga vendet e treta të cilët lundronin me një gomone. Janë identifikuar dhe vendosur në prang nga organizatori i tentativës për t'i transportuar drejt Italisë. 43 vjeçari nga Afganistani kishte organizuar nga Greqia futje në mënyrë të palishme në Shqipëri të 10 shtetësve të huaj me qëllim transportimin e tyre më pas drejt Italisë. Gomonën e kishte marrë në Seman të Fierit, në vendin që është dërguar si lokacion nga një shtetas shqiptar, i cili është ende i pa identifikuar. Policia thot se vjon puna për identifikimin dhe kapjen e tij. Specialistët e timit për krimet në drejtorinë e policisë së Vlorës, në bashkëpunim me prokurorin, pas hetimeve të shpejta dhe profesionale, të kryera në lidhje me ngjarjen e djeshme pranë ishullit të Sazanit, arrestuan në flagrancë për veprën penale, ndikma për kalim të palishëm të kufive, shtetasin me iniciale ME 43 vjeç nga Afganistani, i cili ndodhej në gomone. Gjithashtu, u proceduan penalisht për veprën penale, kalimi palishëm i kufirit shtetëror, 10 shtetasit e tjerë nga Bangladeshi, Pakistani, Liberia dhe Haiti, që u gjendën në bordin e gomones. Nga veprimet e para hetimore, rezultoi se shtetasi me iniciale ME në bashkëpunim me një shtetas tjetër shqiptar, ende të pa identifikuar, kishte organizuar nga Greqia futje në mënyrë të palishme në Shqipëri të këtyre shtetasve nëpërmjet kufirit me shtetin grek. Më pas, në Seman të Fierit, ai kishte marrë gomonën e lënë në dispozicion nga shtetasi shqiptar dhe do të transportonte drejt Italisë 10 emigrantët nga vendet e treta. Strukturat hetimore të drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit në Vlorë, në bashkëpunim me prokurorin, vijojnë hetimet intensive për zbardhjen e plotë rrethanave të kësaj ngjarje, identifikimin dhe kapjen e shtetasit shqiptar të përfshirë, si dhe të personave të tjerë të implikuar në këtë tentativë për kontrabandimin e emigrantëve nga vendet e treta drejt Italisë.